Në qoftë se unë thot s'kam bules edhe nuk ma lejojnë, apo nuk mi lejojnë gjërat halal prindrit e mi, gjunahet a i shkojnë atyre. Jo, motër, nuk ju shkojnë veç atyre. Ty të shkojnë gjunahet e plota, edhe atyre gjunahet e plota, pa ju mungu asnjanit nga hisja e vetë. Pra, nuk ka drejt prindi me të ndalu ty me vendos mbulesën, as me ble gjëra halale të caktuar ose me shku në xhami, ose me u feju halal, e tjerë e tjerë. Ata kanë gjunajnë e plot për këtë haram që e bëjnë. Ama dhe ti e ki gjunajnë e plot, sepse të ke fundit ata nuk munden ty me të ndalë, as me të që atë thëmun, me të detyru. Veç e merë drejtimin tanë, nuk e ngon babën, nanën, në anën tjetër nuk ju thu fjallë të këqijave që thu unë e kam drejtimin tam, ju t'jujen, edhe kështu ti del prej këtij gjunahe. Nëse ti hesht, shun, edhe s'bën za, karshi halalet, atër ti e ki gjunahin e plot, pashtu edhe ta e kanë të tillë.